Koha nuk ekziston. Jo në mënyrën që ju mendoni se ekziston. Në zemër të një vrime të zezë, çdo sekond që keni jetuar, çdo moment që keni përjetuar, shkrihet në një pikë ku e kaluara dhe e ardhmja bëhen një gjë e vetme, e pandashme, e papërshkrueshme. Imagjinoni një vend ku trupi juaj fillon të shtrihet si një fije pafundësisht e hollë, ku çdo atom në qenien tuaj ndihet si po tërhiqet nga forca më e fuqishme në univers, ku vetë realiteti humbet çdo kuptim që i keni dhënë ndonjëherë. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është çfarë ndodh kur kaloni horizontin e ngjarjeve të një vrime të zezë. Por çfarë pret përtej? Çfarë ndodh në atë pikë të pafundme ku hapësira dhe koha pushojnë së ekzistuari? A mund të mbijetojë ndonjë gjë atje? A mund të mbijetojë vetë mendja njerëzore kur përballet me këtë gjendje absolute të ekzistencës? Dhe nëse dikush do të arrinte të shikonte në zemër të singularitetit, çfarë do të shihte, apo më mirë, çfarë do të bëhej? Çdo herë që shikoni orën dhe shihni se sa kohë ka kaluar, ju po matni diçka që mendoni se e kuptoni. Por koha nuk është ajo që duket. Ajo nuk është një lumë që rrjedh një trajtshëm për të gjithë. Ajo është si një pëlhurë elastike që shtrihet dhe tkurret në varësi të asaj që ndodh rreth saj. Afër një vrime të zezë, kjo pëlhurë fillon të shtrembërohet aq shumë sa që një sekond për ju mund të jetë një jetëgjatësi për dikë tjetër. Kjo nuk është metaforë, kjo është realiteti i provuar nga çdo eksperiment që kemi bërë me relativitetin. Vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte në univers. Ato janë vende ku vetë universi ndryshon natyrën e tij. Kur një yll masiv vdes, ai nuk zhduket thjesht në errësirë. Ai kolapson në vetvete me një forcë kaq të pabesueshme sa që hapësira rreth tij fillon të përkulet, të shtrembërohet, të thyet si një pasqyrë e goditur me forcë. Dhe në qendër të kësaj shkatërimi formohet diçka që shkenca jon ende nuk mund ta kuptojë plotësisht, një pikë me densitet të pafundëm, një vend ku të gjitha rregullat e universit pushojnë së funksionuari. Imagjinoni të gjithë oqeanet e tokës të shtypur në një kokër rëre. Pastaj imagjinoni atë kokër të shtypur në një pikë më të vogël se një atom. Mendoni për një moment se si e perceptoni realitetin. Ju ecni përpara, ju ktheheni mbrapsht. Ju mund të zgjidhni ku të shkoni. Por përtej horizontit të ngjarjeve, kjo liria zhduket. Çdo rrugë, çdo drejtim, çdo mundësi e lëvizjes tani të gjitha çojnë në një vend të vetëm, drejt qendrës, drejt singularitetit. Është sikur gjeografia e vetë ekzistencës ka ndryshuar, sikur rrugët e hapësirës tani janë bërë rrugë njëkaëshe që të gjitha përfundojnë në të njëjtën destinacion të pashmangshëm. Kjo është arsyeja pse vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte, ato janë vende ku universi ndryshon natyrën e tij. Historia e vrimave të zezë fillon jo me teleskop, por me imagjinatë. Në vitin 1783, një gjeolog anglez me emrin John Michell bëri një pyetje që dukej e çuditshme për kohën. Çfarë do të ndodhte nëse një yll do të ishte aq masiv sa që as drita nuk do të mund të shpëtonte nga tërheqja e tij gravitacionale? Kjo ishte një ide revolucionare, sepse askush nuk kishte menduar se drita mund të ndikohet nga graviteti. Drita ishte e shpejtë, e paprekshme, e përjetshme. Por Michell e kuptoi diçka thelbësore, nëse drita ka shpejtësi dhe nëse graviteti mund të ngadalsojë gjithçka, atëherë duhet të ekzistojë një pikë ku as drita nuk mund të lëvizë mjaftueshëm shpejt për të shpëtuar. Për më shumë se një shekull, kjo ide mbeti një kuriozitet filozofik, një lojë mendore për intelektualët. Askush nuk e mori seriozisht. Askush nuk besonte se natyra do të lejonte diçka kaq ekstreme. Por pastaj erdhi Einsteini. Në vitin 1915, ai publikoi teorinë e relativitetit të përgjithshëm, një teori që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e kuptuam universin. Einsteini tregoi se graviteti nuk është një forcë që tërheq, është një përkulje e vetë hapësirës dhe kohës. Imagjinoni një çarçaf të shtrirë të ngurtë, të tërhequr nga të katër anët. Vendosni një top bowling në qendër të tij, ai do të krijojë një grop, një përkulje që shkon poshtë. Tani rrokullisni një bilardo pranë tij, ai do të rrotullohet rreth gropës, jo sepse topi i bowling po e tërheq me një forcë të padukshme, por sepse hapësira rreth tij është e përkulur. Kjo është graviteti. Jo një tërheqje, por një gjeometri e ndryshuar e vetë realitetit. E njëjta gjë ndodh çdo herë që ju hidhni një top në ajër, ai nuk bie sepse toka po e tërheq, por sepse toka ka përkulur hapësirën rreth saj dhe topi po ndjek rrugën më të shkurtër nëpër këtë hapësirë të përkulur. Kjo ishte zbulimi që hapi derën drejt kuptimit të vrimave të zezë. Por vetë Einsteini nuk besonte se ato ekzistonin.
Ai mendonte se natyra do të gjente një mënyrë për t'i shmangur, se do të kishte një mekanizëm të fshehur që do të parandalonte kolapsin e plot. Ishte një fizikan gjerman me emrin Karl Schwarzschild që në vitin 1916, ndërsa luftonte në frontin lindor të luftës së parë botërore, gjeti zgjidhjen e parë të ekuacioneve të Einsteinit që përshkruante një vrim të zezë. Schwarzschild ishte duke vdekur nga një sëmundje e lëkurës, trupi I tij po shkatërrohej, por mendja e tij ishte e gjallë, e ndezur nga pasioni për të kuptuar. Ai llogariti se nëse e gjithë masa e një objekti do të shtypej në një sferë mjaftueshëm të vogël, hapësira rreth tij do të përkulej aq shumë sa që do të krijonte një horizont, një kufi nga I cili asgjë nuk mund të kthehej. Ai dërgoi llogaritjet e tij te Einsteini nga fronti I luftës, pak javë para se të vdiste. Kur Einsteini I lexoi ato, përgjigja e tij ishte një përzierje admirimi dhe shqetësimi të thellë. Matematika ishte e përsosur, elegante, e papërgënjeshtrueshme. Por implikacionet ishin të tmerrshme. Nëse një objekt I tillë ekzistonte, ai do të ishte një vend ku ligjet e fizikës do të thyeshin, ku realiteti vetë do të shkatërrohej. Einsteini shpresonte se natyra nuk do të lejonte diçka kaq ekstreme. Por natyra, siç do të zbulohej, është shumë më radikale se imagjinata jonë më e egër. Për dekada, vrimat e zeza mbeten një kuriozitet teorik, një lojë matematike për fizikanët. Askush nuk kishte parë një. Askush nuk dinte nëse ato vërtet ekzistonin. Por në vitet 60, astronomët filluan të zbulonin burime të çuditshme të rrezeve gjë në qiell, objekte që emetonin energji të jashtëzakonshme, por nuk mund të shihnin. Një nga këto burime, e quajtur Cygnus G1, dukej se ishte një yll I dukshëm që rrotullohej rreth diçkaje të padukshme, diçka aq masive sa që po thithte materien nga ylli dhe e ngrohte në temperatura prej miliona gradësh. Kjo ishte prova e parë indirekte, vrimat e zeza nuk ishin thjesht teori. Ato ishin reale, të fshehura në errësirën e hapësirës, duke pritur të zbulohen. Çdo herë që hapni një derë dhe hyni në një dhomë, ju po kaloni një kufi. Por ky kufi nuk ju ndryshon. Ju jeni I njëjti person në të dyja anët e derës. Ju mund të ktheheni, të dilni përsëri. Por horizonti I ngjarjeve I një vrime të zezë nuk është një derë normale. Është një kufi një kash, një membranë e padukshme që lejon gjithçka të hyjë, por asgjë të dalë. Dhe kur e kaloni atë, ju nuk jeni më I njëjti. Jo sepse diçka ju ka ndryshuar menjëherë, por sepse vetë natyra e ekzistencës suaj ka ndryshuar thelbësisht dhe përgjithmonë. Ju jeni tani në një vend ku e ardhmja juaj ka vetëm një drejtim, drejt qendrës, drejt singularitetit. Çdo përpjekje për t'u larguar thjesht ju çon më afër. Është sikur vetë rrjedha e kohës ka ndryshuar drejtim, sikur e ardhmja tani gjendet vetëm në një vend të vetëm. Kjo është arsyeja pse vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte, ato janë vende ku universi ndryshon natyrën e tij. Por si duket kjo udhëtim? Si e përjeton një qenie njerëzore këtë kalim në të panjohurën absolute? Për ta kuptuar këtë, duhet të fillojmë me diçka që të gjithë e kemi përjetuar, rënien. Kur bini nga një lartësi, ju ndjeni peshëleshtinë, atë ndjesi të stomakut që ngrihet. Kjo është sepse çdo pjesë e trupit tuaj po bie me të njëjtën shpejtësi. Ju jeni në rënje të lirë dhe për një moment, ju nuk ndjeni peshën tuaj. Astronautët në stacionin hapësinor përjetojnë të njëjtën gjë, ata nuk janë pa peshë, ata janë në rënje të vazhdueshme rreth tokës. Çdo herë që ndjeni atë ndjesi në një ashensor që zbret shpejt, ju po përjetoni një version të vogël të asaj që ndodh në hapësirë. Por afër një vrime të zezë, gjërat ndryshojnë në mënyrë dramatike. Nëse ju do të binin me këmbët përpara, këmbët tuaja do të ishin pak më afër qendrës së vrimës së zezë se koka juaj. Dhe kjo diferencë e vogël, ndoshta vetëm disa metra, do të thotë se këmbët tuaja do të tërhiqeshin me një forcë shumë më të madhe se koka juaj. Fizikanët e quajnë këtë forcë të baticës, por emri popullor është shumë më përshkrues dhe më I frikshëm, spagetifikimi. Trupi juaj do të fillonte të shtrihet si një fije makarona, duke u bërë gjithnjë e më I hollë dhe më I gjallë. Çdo atom në qenien tuaj do të ndjente këtë tërheqje diferencial. Kockat tuaja do të shtateshin përtej çdo kufiri që mund të durojnë. Muskujt tuaj do të shtriheshin përtej çdo kufiri biologjik. Dhe përfundimisht, ju do të mos ishit më një trup, ju do të ishit një rrjedhë atomesh, një vije holl materie që shtrihet drejt qendrës si një fije e pafundme. Imagjinoni një copë elastike. Tërhiqeni nga të dy anët, ajo shtrihet, bëhet më e hollë. Tani imagjinoni se një skaj tërhiqet me forcë 10 herë më të madhe se tjetri.
Elastiku do të shtrihej në mënyrë të pabarabartë, duke u bërë gjithnjë e më i hollë në një anë. Kjo është çfarë ndodh me trupin tuaj. Por kjo është vetëm fillimi i transformimit. Ndërsa afroheni më afër singularitetit, diçka edhe më e çuditshme fillon të ndodhë, diçka që sfidojnë çdo intuicion që keni për natyrën e realitetit. Hapësira vetë fillon të sillet si kohë. Në botën tonë normale, ju mund të lëvizni përpara dhe prapa në hapësirë, ju mund të ecni përpara, pastaj të ktheheni mbrapsht. Ju keni lirinë e lëvizjes. Por ju nuk mund të lëvizni mbrapsht në kohë. Koha ka vetëm një drejtim, një rrjedhë të pashmangshme nga e kaluara drejt së ardhmes. Çdo herë që shikoni një fotografi të vjetër, ju po shikoni në të kaluarën, por ju nuk mund të ktheheni atje. Përtej horizontit të ngjarjeve, kjo ndryshon në mënyrë fundamentale. Drejt qendrës së vrimës së zezë bëhet si drejt e ardhmes, ju nuk mund të ndaloni, ju nuk mund të ktheheni. Çdo përpjekje për t'u larguar thjesht ju çon më afër. Është sikur vetë gjeografia e realitetit ka ndryshuar, sikur rrugët e hapësirës tani të gjitha çojnë në një drejtim të vetëm, të pashmangshëm. Kjo është arsyeja pse vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte, ato janë vende ku universi ndryshon natyrën e tij. Dhe pastaj ka kohën. Për ju, duke rënë drejt singularitetit, koha do të vazhdonte të rrjedhë normalisht. Ju do të përjetonit sekonda, minuta, ndoshta orë, në varësi të madhësisë së vrimës së zezë. Një vrimë e zezë me masën e diellit do t'ju shkatëronte në mikrosekondat e para. Por një vrimë supermasive, si ato në qendër të galaktikave, mund t'ju jepte orë të tëra para se të arrini singularitetin. Por për dikë që po ju vëzhgon nga jashtë, nga një distancë e sigurt, ju do të dukeshit të ngrirë në horizont, të përjetshëm në momentin e kalimit. Kjo nuk është iluzion. Të dyja përvojat janë reale. Koha vetë është e ndarë, e copëtuar nga forca ekstreme e gravitacionit. Ju dhe vëzhguesi jashtë jetoni në realitete të ndryshme kohore, në rrjedha të ndryshme ekzistence. Është sikur universi ka krijuar dy botë paralele, njëra ku ju kaloni horizontin dhe zhyteni në errësirë, dhe tjetra ku ju mbeteni përgjithmonë në skaj, të ngrirë në kohë. Çdo herë që shikoni një film në ngadalësim, ju po shikoni një version të vogël të këtij fenomeni, koha që rrjedh me shpejtësi të ndryshme për persona të ndryshëm. Drita që lëshon trupi juaj ndërsa kaloni horizontin do të vazhdojë të udhëtojë drejt vëzhguesit jashtë, por ajo do të ngadalësohet gjithnjë e më shumë, duke u zgjatur në kohë. Vëzhguesi do të shihte imazhin tuaj të kuq, të zbeth, të ngadalësuar, por kur të zhdukur plotësisht. Ju do të mbeteni atje, në skajin e horizontit, për përgjithmonë në perceptimin e tyre. Por çfarë ndodh me vetdijen tuaj? Çfarë përjeton mendja kur përballet me këtë shtrembërim ekstrem të realitetit? Kjo është pyetja që shkenca ende nuk mund ta përgjigjet plotësisht. Sepse në fund, pyetja nuk është vetëm çfarë ndodh me trupin tuaj në një vrim të zezë, pyetja është çfarë ndodh me vetë idenë e ekzistencës kur ajo arrin limitin e saj të fundit. Çfarë ndodh kur realiteti vetë pushon së qeni real në mënyrën që e njohim? Por ekziston një mekanizëm i fshehur që qëndron në zemër të çdo vrime të zezë, një proces aq i çuditshëm sa që vetë krijuesi i teorisë së relativitetit refuzoi ta besonte. Imagjinoni një orë që nuk mat kohën, ajo e krijon atë. Çdo tik i saj nuk është thjesht një matje, por një ngjarje që sjell në ekzistencë momentin tjetër. Kjo nuk është metaforë. Kjo është mënyrë se si graviteti funksionon në kushte ekstreme. Çdo centimetër që afroheni drejt qendrës së një vrime të zezë, hapësira nuk thjesht përkulet, ajo ristrukturohet, duke krijuar një gjeometri ku vetë koncepti i afër dhe larg humbet kuptimin. Është si të ecësh në një shkallë lëvizse që çdo hap që merr përpara të çon dy hapa më poshtë. Por këtu, shkalla nuk lëviz, është vetë hapësira që rrjedh, si një uragan i padukshëm që gëlltit gjithçka drejt qendrës. A e keni ndjerë ndonjëherë kur notoni kundër një rrymë të fortë? Muskujt tuaj përpiqen, por uji ju tërheq mbrapsht. E njëjta forcë vepron këtu, por në vend të ujit, është vetë struktura e realitetit që rrjedh. Për ta kuptuar këtë mekanizëm, duhet të mendojmë për hapësirën jo si një skenë të zbrazët ku ndodhin gjërat, por si një pëlhurë elastike që mund të shtrihet, të përkulet, madje të griset. Kur një yll masiv kollapson në një vrim të zezë, ai nuk thjesht zhduket, ai shtyp hapësirën rreth tij në një gjendje kaq ekstreme sa që krijon një lloj uragani gravitacional. Mendoni për ujin që rrjedh në një lavaman, afër skajeve, uji lëviz ngadalë, por ndërsa afrohet vrimës, ai përshpejton, duke u rrotulluar gjithnjë e më shpejt derisa zhduket në thellësi. E njëjta gjë ndodh me hapësirën afër një vrime të zezë.
Në distancë të sigurt, gjithçka duket normale. Por ndërsa afroheni, rrjedha e hapësirës bëhet gjithnjë më e shpejtë, derisa në horizont ajo lëviz me shpejtësinë e dritës. Dhe përtej horizontit, atje rrjedha e hapësirës është më e shpejtë se drita vetë. Kjo është arsyeja pse asgjë nuk mund të shpëtojë, jo sepse nuk ka energji të mjaftueshme, por sepse vetë rruga për t'u larguar nuk ekziston më. Çdo herë që hapni një rubinet dhe shikoni ujin që rrjedh, po shihni të njëjtin princip, lëvizje që bëhet e pashmangshme kur kalon një pikë kritike. Por në një vrim të zezë, nuk është uji që rrjedh, është vetë realiteti. Matematika e këtij procesi është mahnitëse në elegancën e saj. Në vitin 1916, Karl Schwarzschild zbuloi se ekziston një rrezë kritike, tani e quajtur rrezja e Schwarzschildit, ku hapësira përkulet aq shumë sa që formon një horizont. Për tokën, kjo rrezë do të ishte rreth 9 mm. Imagjinoni të gjithë planetin ton, me të gjitha oqeanet, malet, qytetet, miliarda njerëz, të gjithë të shtypur në një sferë më të vogël se një arë. Për diellin, rrezja do të ishte rreth 3 kilometra. Për një vrim të zezë me masën e 10 diellve, rreth 30 kilometrash. Por pavarësisht nga madhësia, principi mbetet i njëjtë, ekziston një kufi ku hapësira fillon të rrjedhë më shpejt se çdo gjë që mund të lëvizë përmes saj. Kur hidhni një top në ajër dhe ai bie mbrapsht, po shihni një ligj fundamental, graviteti krijon një rrjedhë të pashmangshme. Në një vrim të zezë, ky ligj arrin kulmin e tij absolut. Por kjo është vetëm sipërfaqja e mekanizmit. Thellë brenda, në udhëtimin drejt singularitetit, ndodh diçka edhe më e çuditshme, një transformim i vetë natyrës së dimensioneve. Në botën tonë normale, koha është dimensioni që rrjedh përpara, ndërsa hapësira është ajo ku mund të lëvizni lirshëm. Por përtej horizontit, këto role këmbehen. Drejt qendrës bëhet si drejt e ardhmes, e pashmangshme, e pakthyeshme. Ndërsa dimensionet hapësinore fillojnë të sjellin si kohë, ju mund të lëvizni përmes tyre, por vetëm në një drejtim. Është si të jesh në një tren që lëviz vetëm përpara, ku çdo stacion që kaloni zhduket menjëherë pas jush. Çdo herë që shikoni një fotografi të vjetër dhe kuptoni se nuk mund të ktheheni në atë moment, po përjetoni një ligj fundamental, koha rrjedh vetëm përpara. Në një vrim të zezë, ky ligj përmbyset, hapësira bëhet një kaheshe, ndërsa koha bëhet diçka që as nuk mund ta imagjinojmë plotësisht. Ky transformim nuk është gradual, ai ndodh saktësisht në horizont. Imagjinoni një kufi të padukshëm ku rregullat e lojës ndryshojnë menjëherë. Në njërin anë, ju jetoni në një univers ku mund të zgjidhni ku të shkoni. Në anën tjetër, çdo rrugë ju çon në të njëjtin vend. Është si të hysh në një dhomë ku të gjitha dyert, pavarësisht se cilën hapni, çojnë në të njëjtin korridor, dhe ai korridor bëhet gjithnjë më i ngushtë, derisa përfundon në një pikë. Fizikanët e quajnë këtë një gjeometri me nënshkrim lorencian të ndryshuar, por realiteti është shumë më i thjeshtë dhe më i tmerrshëm. Ju keni hyrë në një vend ku vetë struktura e shkak-pasojës është e ndryshme. Kur hapni një derë dhe hyni në një dhomë, shkaku vjen para pasojës. Por në një vrim të zezë, kjo sekuencë humbet kuptimin, çdo veprim juaj tashmë ka një pasojë të paracaktuar. Por çfarë ndodh me materjen në këtë proces? Çdo atom që bie drejt singularitetit përjeton një shndërrim që sfidojnë çdo ligj të kimisë dhe fizikës që njohim. Forcat që mbajnë atomet së bashku, forca elektromagnetike që lidh elektronet me bërthamën, forca e fortë bërthamore që mban së bashku protonet dhe neutronet, të gjitha këto fillojnë të dobësohen në presionin ekstrem të gravitetit. Imagjinoni një ndërtesë të lartë ku çdo kat është mbajtur nga shtylla. Tani imagjinoni se graviteti rritet aq shumë sa që shtyllat fillojnë të përkulen, të thyen, derisa e gjithë struktura kolapson në vetvete. E njëjta gjë ndodh me atomet, struktura e tyre hierarkike, nga elektronet në orbita deri te grimcat subatomike në bërtham, fillon të shembet. Çdo herë që shtyni duart tuaja së bashku dhe ndjeni rezistencën, po përjetoni forcat elektromagnetike që mbajnë atomet tuaja të ndara. Në një vrim të zezë, këto forca humbasin betejën kundër gravitetit, atomet tuaja do të shtypen së bashku, duke humbur hapësirën e zbrazët që i bën ato atome. Dhe pastaj vjen faza finale, singulariteti vetë. Në këtë pikë, të gjitha ligjet e fizikës që njohim arrin një kufi absolut. Densiteti bëhet i pafundëm. Përkulja e hapësirës bëhet e pafundme. Koha nuk ka më kuptim. Matematika jon jep përgjigje të pafundme, gjë që në shkencë zakonisht do të thotë se diçka është gabim me teorinë tonë. Por çfarë mund të jetë gabim?
Relativiteti i përgjithshëm ka kaluar çdo test që i kemi bërë. Mekanika kuantike ka kaluar çdo test që i kemi bërë. Por këtu, në singularitet, këto dy teori, shtyllat e fizikës moderne, bien në konflikt. Relativiteti përshkruan gravitetin në shkallë të madhe. Mekanika kuantike përshkruan materien në shkallë të vogël. Dhe në singularitet, të dyja shkallët bashkohen në një pikë, një vend ku duhet të ekzistojë një teori e re, një teori e gravitetit kuantik që ende nuk e kemi zbuluar. Vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte që shkatërrojnë materien, ato janë laborator natyror ku universi teston kufijtë e vetes. Çdo vrim e zezë, nga më e vogla deri te supermasivja në qendër të galaksive, është një dritare drejt kësaj gjendjeje ekstreme. Por a ka më shumë në këtë histori? A lidhen vrimat e zeza me fenomene të tjera në univers në mënyra që ende nuk i kuptojmë plotësisht? Universi nuk është një koleksion objektesh të izoluara, ai është një rrjet i ndërlidhur lidhjesh, ku çdo fenomen ndikon dhe ndikohet nga të gjithë të tjerët. Dhe vrimat e zeza, pavarësisht se sa ekstreme dhe të izoluara duken, janë pjesë thelbësore e këtij rrjeti. Ekziston një lidhje e fshehur midis vrimave të zeza dhe vetë strukturës së universit që zbuloi një nga zbulimet më revolucionare të shekullit të 20. Për ta kuptuar këtë, duhet të shikojmë përtej horizontit të ngjarjeve, përtej singularitetit dhe të pyesim, si ndikon ekzistenca e vrimave të zeza në vetë natyrën e realitetit? Çfarë lidhjesh të padukshme ekzistojnë midis këtyre objekteve ekstreme dhe botës që ne përjetojmë çdo ditë? Fillojmë me një zbulim që ndryshoi gjithçka. Në vitin 1974, fizikani britanik Stephen Hawking bëri një parashikim të çuditshëm. Ai tregoi se vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato emetojnë rezatim, një shkëlqim të dobët grimcash që tani quhet rezatimi i Hawkingut. Si është e mundur? Si mund të dalë diçka nga një vend ku asgjë nuk mund të shpëtojë? Përgjigja qëndron në një nga fenomenet më të çuditshme të mekanikës kuantike, vakuumi nuk është i zbrazët. Edhe në hapësirën më të pastër, më të zbrazët që mund të imagjinoni, ndodhin fluktuacione kuantike, çifte grimcash dhe antigrimcash që shfaqen nga hiçi, ekzistojnë për një fraksion të një sekonde dhe pastaj anihilohen duke u kthyer në energji. Zakonisht, ky proces është i padukshëm, i paprekshëm. Por afër horizontit të ngjarjeve të një vrime të zezë, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Imagjinoni dy binjak që lindin në të njëjtën kohë, por në anë të kundërta të një kufiri. Njëri bie në vrimën e zezë, tjetri shpëton në hapësirë. Ky është rezatimi i Hawkingut, një grimc nga çifti kuantik shpëton, ndërsa partneri i saj bie në vrimë. Për një vëzhgues të largët duket sikur vrima e zezë po emetojnë grimca, po avullon ngadalë. Çdo herë që shihni avullin që ngrihet nga një filxhan çaji të nxehtë, po shihni një proces të ngjashëm, molekulat që fitojnë energji të mjaftueshme për të shpëtuar nga sipërfaqja e lëngut. Në një vrim të zezë, procesi është i njëjti në parim, por mekanizmi është kuantik, grimcat shpëtojnë nga vakuumi në skajin e horizontit. Por kjo ka një pasojë të mahnitshme, vrimat e zeza nuk janë të përjetshme. Ato humbasin masë ngadalë përmes këtij rezatimi. Për një vrim të zezë me masën e diellit, ky proces do të merrte më shumë kohë se mosha aktuale e universit, rreth 10 në fuqinë 67 vjet. Por për vrima të vogla të zeza, procesi është shumë më i shpejtë. Një vrim e zezë me masën e një mali do të avullonte në vetëm disa sekonda, duke çliruar energji sa një shpërthim bërthamor. Dhe në momentet finale, kur vrima e zezë zvogëlohet në madhësi subatomike, ajo do të shpërthente në një shkëlqim të verbues rezatimi, një ngjarje që do të ishte një nga më të fuqishmet në univers. Kur shikoni një fishek zjarr që shpërthen në qiell, po shihni një çlirim të papritur energjie. Vdekja e një vrime të zezë do të ishte një fishek zjarr kozmik që do të ndriçonte galaksin. Kjo lidhje midis vrimave të zeza dhe mekanikës kuantike zbulon diçka të thellë, në shkallët më ekstreme, graviteti dhe kuantika nuk mund të ndahen. Ato janë dy fytyra të së njëjtës realiteti. Dhe kjo na çon në një nga pyetjet më të mëdha të fizikës moderne: çfarë ndodh me informacionin që bie në një vrim të zezë? Në mekanikën kuantike, informacioni nuk mund të shkatërrohet kurrë. Ai mund të transformohet, të shpërndahet, por gjithmonë ruhet. Por nëse diçka bie në një vrim të zezë dhe vrima më pas avullon, ku shkon informacioni? A shkatërrohet ai duke shkelur një ligj themelor të fizikës? Apo ruhet në ndonjë mënyrë në rezatimin që emetohet?
Kjo pyetje, e njohur si paradoksi i informacionit të vrimës së zezë, ka nxitur debate të zjarrta për dekada. Disa fizikanë besojnë se informacioni kodon në mënyrë të hollë në rrezatimin e Hawkingut, i shpërndar në mënyrë aq komplekse sa që është praktikisht i parikuperueshëm, por teorikisht ende ekziston. Të tjerë propozojnë se informacioni ruhet në vetë horizontin e ngjarjeve, i koduar në një strukturë dydimensionale që përshkruan gjithçka që ka rënë në vrim, një ide e njohur si parimi holografik. Çdo herë që shikoni një hologram, një imazh tridimensional të koduar në një sipërfaqe dydimensionale, po shihni një analogji të kësaj ideje. Në një vrim të zezë, e gjithë informacioni tridimensional i objekteve që kanë rënë mund të jetë i koduar në sipërfaqen dydimensionale të horizontit. Por lidhjet shkojnë edhe më thellë. Vrimat e zeza luajnë një rol kritik në evolucionin e galaksive. Në qendër të pothuajse çdo galaksie të madhe, duke përfshirë rrugën e qumështit ton, qëndron një vrim e zezë supermasive, objekte me masa miliona ose miliarda herë më të mëdha se dielli. Këto gjigantë nuk janë thjesht spektator pasiv, ato formsojnë aktivisht galaksinë rreth tyre. Kur materia bie në një vrim të zezë supermasive, ajo formon një disk rrotullues i quajtur disk akrecioni. Fërkimi në këtë disk e ngro materien në temperatura ekstreme, duke e bërë atë të shkëlqejë më ndriçueshëm se miliarda yje. Kjo energji mund të nxjisë era galaktike, rrjedha masive materie që shpërndahen në galaksi, duke ndikuar në formimin e yjeve të rinj. Në një kuptim real, vrimat e zeza janë si zemrat e galaksive, ato rregullojnë rrjedhën e materisë dhe energjisë, duke ndikuar në jetën dhe vdekjen e yjeve, në formimin e planeteve, madje në mundësinë e jetës. Pa vrimat e zeza supermasive, galaksitë tona do të ishin vende shumë të ndryshme, ndoshta kaotike, të mbushura me formim të pakontrolluar yjesh ose të ngurta, pa mjaftueshëm aktivitet për të mbështetur evolucionin kompleks. Çdo herë që shikoni lart në rrugën e qumështit dhe shihni atë shirit të bardhë yjesh, po shihni një strukturë që është formësuar në pjesë nga prania e një vrime të zezë supermasive në qendër, një objekt 4 milion herë më masiv se dielli, i quajtur Sagittarius A. Dhe ka edhe një lidhje më të çuditshme midis vrimave të zeza dhe vetë fillimit të universit. Disa teoricianë propozojnë se Big Bangu vetë mund të jetë i ngjashëm me një singularitet të vrimës së zezë, një pikë me densitet të pafundëm nga e cila u shpërthye hapësira dhe koha. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë çdo vrim e zezë mund të jetë, në një kuptim, një univers i vogël në vetvete, një rajon i shkëputur nga universi ynë, me hapësirën dhe kohën e vet. Kjo ide, e njohur si hipoteza e universit të foshnjës, sugjeron se universi ynë mund të jetë vetëm një nga një numër i pafundëm universish, secili i lindur nga një vrim e zezë në një univers prind. Kur shikoni një pemë me degë që dalin nga trungu kryesor dhe nga ato degë dalin degë të tjera, po shihni një strukturë të ngjashme, një hierarki të pafundme krijimi. Universi ynë mund të jetë vetëm një degë në një pemë kozmike të pafundme. Këto lidhje midis vrimave të zeza dhe mekanikës kuantike, midis vrimave të zeza dhe galaksive, midis vrimave të zeza dhe vetë origjinës së universit, zbulojnë një të vërtetë thelbësore. Vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte që shkatërrojnë materien, ato janë nyje në rrjetin kozmik, pika ku ligjet e fizikës arrin kufit e tyre dhe zbulojnë lidhje të reja, më të thella. Ato janë vende ku universi flet me veten e tij, ku realiteti eksploron mundësitë e veta më ekstreme. Dhe çdo vrim e zezë, nga më e vogla deri te më e madhja, është një dritare drejt kësaj bisede kozmike, një ftesë për të kuptuar jo vetëm çfarë janë vrimat e zeza, por çfarë është universi vetë. Çdo herë që ndjeni rrahjet e zemrës suaj, po përjetoni një ritëm që lidh çdo qelisë të trupit tuaj në një tërësi funksionale. Universi ka ritmet e veta, pulsaret që rrotullohen, galaksitë që bashkohen, vrimat e zeza që avullojnë. Dhe në këtë simfoni kozmike, vrimat e zeza luajnë një rol që është njëkohësisht shkatërues dhe krijues, duke mbyllur disa kapituj dhe duke hapur të tjerë. Ato janë vende ku fundi dhe fillimi takohen, ku vdekja e një ylli bëhet lindja e diçkaje të re, një strukturë që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, por që ndjen praninë e saj në çdo cep të kozmosit. Vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte që shkatërrojnë, ato janë portale drejt një kuptimi më të thellë të realitetit, dritare drejt një bote ku ligjet që njohim arrin kufit e tyre dhe zbulojnë diçka të re, diçka më thelbësore. Por ndërsa qëndrojmë në prag të këtyre zbulesave, një pyetje mbetet: çfarë do të thotë kjo për ne? Jo vetëm si shkencëtarë që studiojnë universin, por si qenie që jetojnë në të, që përpiqen të gjejnë kuptim në këtë pafundësi?
Nëse vrimat e zeza janë vende ku realiteti arrin kufijtë e vet, çfarë na mësojnë ato për natyrën e ekzistencës, për vendin tonë në këtë univers të pafundëm dhe të çuditshëm? Ekziston një moment kur çdo njeri qëndron përpara pasqyrës dhe pyet veten, kush jam unë vërtet? Jo emri juaj, jo roli juaj shoqëror, por esenca juaj më e thellë që mbetet kur çdo etiketë zhvishet. Kjo pyetje, që ka munduar filozofët për mijëra vjet, gjen një jehon të çuditshme në zemër të një vrime të zezë. Sepse atje, në singularitet, çdo identitet shkrihet, atomet tuaja, molekulat tuaja, vetë struktura që ju bën ju zhduket në një pikë ku dallimi midis subjektit dhe objektit pushon së ekzistuari. Por kjo nuk është vetëm një tragjedi kozmike. Kjo është një zbulim i thellë për natyrën e ekzistencës. Çdo herë që mbyllni sytë dhe përpiqeni të imagjinoni hiçin absolut, po përpiqeni të konceptoni atë që singulariteti përfaqëson, një gjendje ku këtu dhe atje, tani dhe atëherë, unë dhe ti humbasin çdo kuptim. Dhe paradoksalisht, kjo gjendje e absolutit hiç mund të jetë edhe gjendje e absolutit gjithçka, një pikë ku të gjitha mundësitë bashkohen, ku çdo rrugë që universi mund të marrë konvergjon në një moment të vetëm, të përjetshëm. Ne folëm për spagetifikimin, për shtrirjen e trupit deri në një fije atomike. Ne folëm për rrjedhën e hapësirës, për transformimin e dimensioneve. Ne folëm për rrezatimin e Hawkingut, për lidhjen midis vrimave të zeza dhe galaksive. Por tani shohim diçka më të madhe, një unitet themelor që lidh të gjitha këto fenomene. Vrima e zezë nuk është thjesht një vend ku ligjet e fizikës thyen. Ajo është një vend ku ligjet e fizikës zbulojnë unitetin e tyre të fshehur. Mendoni për ujin, në temperatura normale është lëng, në të ftohtë bëhet akull, në të nxehtë bëhet avull. Tre gjendje të ndryshme, por të gjitha janë uji. E njëjta substancë, forma të ndryshme. Universi funksionon në të njëjtën mënyrë, materia, energjia, hapësira, koha janë të gjitha manifestime të ndryshme të një realiteti themelor. Dhe në singularitet, këto manifestime kthehen në burimin e tyre, në atë gjendje primare nga e cila të gjitha dalin. Çdo herë që shihni akull që shkrihet në ujë, pastaj avullon në ajër, po shihni këtë princip, forma që ndryshon, por esenca që mbetet. Kjo është arsyeja pse singulariteti nuk është vetëm një pikë në hapësirë, ai është një pikë në vetë strukturën e ekzistencës. Çdo herë që thyeni një objekt në pjesë gjithnjë më të vogla, po zbuloni nivele më të thella organizimi, nga objekti i plot te molekulat, te atomet, te grimcat subatomike, te kuarket dhe leptonet. Por çfarë ndodh kur vazhdoni këtë proces deri në fund absolut? Çfarë gjeni në nivelin më themelor? Fizika moderne sugjeron se në atë nivel nuk ka gjëra, ka vetëm fusha, valëzime në strukturën e hapësirës kohës. Dhe në singularitet, edhe këto fusha kolapsohen në një gjendje që ne nuk mund ta përshkruajmë me matematikën tonë aktuale. Është si të përpiqesh të përshkruash ngjyrën për dikë që ka lindur i verbër, gjua jon, konceptet tona, vetë mënyra se si mendojmë është e formuar nga përvoja jonë e realitetit normal. Çdo herë që përpiqeni të shpjegoni një ëndër që keni parë, dhe fjalët nuk janë të mjaftueshme, po përjetoni këtë kufizim, realitete që ekzistojnë përtej gjuhës. Por singulariteti nuk është normal, ai është kufiri absolut ku çdo përvojë, çdo koncept arrin fundin e tij. Çdo herë që përpiqeni të imagjinoni diçka përtej përvojës suaj, si duket ngjyra për një të verbër, si tingëllon heshtja absolute, po përjetoni një shije të kësaj pamundësie. Singulariteti është kufiri përfundimtar i imagjinatës. Por ja ku bëhet e mahnitshme, ky kufir nuk është unik për vrimat e zeza. Ai shfaqet kudo në univers ku kushtet bëhen mjaftueshëm ekstreme. Në momentin e Big Bangut, i gjithë universi ishte një singularitet, një pikë me densitet të pafundëm që shpërtheu në hapësirën dhe kohën që njohim sot. Në nivelin kuantik, grimcat virtuale shfaqen dhe zhduken nga vakumi, duke krijuar dhe shkatëruar mini singularitete në çdo pikë të hapësirës, në çdo moment. Çdo herë që ndizni një dritë dhe fikni, po krijoni dhe shkatëroni fotone, grimca që lindin nga hiçi dhe kthehen në të. Madje në trurin tuaj, kur një mendim formohet, miliarda neurone sinkronizohen në një model që shfaqet nga kaosi, një lloj singulariteti informacional ku kompleksiteti i pafundëm i lidhjeve nervore konvergon në një përvojë të vetme, të unifikuar të vetdijes. Çdo herë që keni një aha moment, kur një ide e re shfaqet papritur në mendjen tuaj, po përjetoni një version mikro të asaj që ndodh në shkallë kozmike, shumësia që bëhet një, kompleksiteti që gjen thjeshtësinë e tij thelbësore. Kjo na çon në një realizim që ndryshon gjithçka. Singulariteti nuk është një përjashtim nga rregullat e universit.
Ai është shpreha më e pastër e rregullave të universit. Mendoni për një lumë që rrjedh në sipërfaqe duket kaotik me valë dhe turbulenca. Por në thellësi ka një rrjedhë e qetë e unifikuar që i jep formë të gjithë lëvizjes. Universi është si ky lumë, në sipërfaqe shohim shumë llojshmëri, kompleksitet, kaos. Por në thellësi, në nivelin më themelor, ka një thjeshtësi, një unitet që i jep formë të gjithë diversitetit. Dhe singulariteti është vendi ku kjo thjeshtësi shfaqet në formën e saj më të pastër, më absolute. Atje, të gjitha forcat e natyrës, graviteti, elektromagnetizmi, forcat bërthamore, nuk janë më të ndara. Ato bashkohen në një superforcë të vetme, ashtu si 4 lumenj që bashkohen në një oqean. Çdo herë që shihni lumenj që bashkohen, po shihni këtë princip në veprim, diversiteti që gjen unitetin e tij. Por çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit? Nëse gjithçka në fund reduktohet në një unitet themelor, atëherë dallimi midis këtu dhe atje, midis tani dhe atëherë, midis unë dhe universi është një iluzion i krijuar nga perspektiva jonë e kufizuar. Çdo herë që ndjeni një lidhje të thellë me dikë tjetër, kur kufit midis unë dhe ti duken të zbehin në dashuri, në art, në momente të meditimit të thellë, po përjetoni një shije të këtij uniteti themelor. Ju nuk jeni një ishull i izoluar i vetdijes që noton në një oqean të pajet materie. Ju jeni një valë në atë oqean, një model i përkohshëm që shfaqet, ekziston për një moment dhe pastaj kthehet në tërsinë nga e cila erdhi. Çdo herë që shihni valë në det që formohen dhe zhduken, po shihni këtë të vërtet, forma të përkohshme në një tërsi të përjetshme. Dhe çdo vrim e zezë, çdo singularitet në univers, është një kujtesë e kësaj të vërtete, një vend ku iluzori i ndarjes shkatërohet dhe uniteti themelor zbulohet. Kur një pikë uji bie në oqean, ajo nuk humbet, ajo kthehet në tërsinë nga erdhi. E njëjta gjë ndodh në një vrim të zezë, por në shkallë kozmike. Kjo perspektivë transformon mënyrën se si e shohim vdekjen, jo si një fund, por si një kthim. Kur një yll vdes dhe bëhet vrim e zezë, ai nuk zhduket, ai transformohet, duke kaluar nga një gjendje ekzistence në një tjetër. E njëjta gjë ndodh në çdo nivel të realitetit. Kur një qelisë në trupin tuaj vdes, atomet e saj nuk zhduken, ato riorganizohen, bëhen pjesë e strukturave të tjera. Kur një mendim zhduket nga vetdia juaj, informacioni nuk humbet, ai integrohet në rrjetin më të gjerë të kujtesës dhe përvojës. Dhe kur një qenie njerëzore vdes, energjia që e përbënte atë qenie nuk zhduket, ajo kthehet në ciklet më të mëdha të natyrës, duke u bërë pjesë e tokës, e ajrit, e ujit, e jetës së re që do të vijë. Çdo herë që shihni një lule që rritet nga toka, po shihni këtë transformim në veprim, vdekja që bëhet jetë, fundi që bëhet fillim. Atomet që përbëjnë atë lule dikur ishin pjesë e diçka e tjetër, ndoshta një gjete e rënë, ndoshta një kafshë, ndoshta një yll që vdiq miliarda vjet më parë. Çdo frymëmarrje që merrni përmban atome që dikur ishin në mushkëritë e Napoleonit, të Kleopatrës, të dinosaurëve, të gjithë jemi të lidhur përmes këtij cikli të pafundëm transformimi. Por vrimat e zeza na mësojnë diçka edhe më të thellë, se transformimi nuk është gjithmonë i bull. Ndonjëherë ai është i dhunshëm, shkatërues, i pakthyeshëm. Dhe megjithatë, edhe në këtë shkatërim ka një lloj bukurie, një lloj qëllimi. Kur një yll masiv shpërthen në një supernova dhe lë pas një vrim të zezë, ai shpërndan në hapësirë elementet e rënda që janë krijuar në bërthamën e tij, karbonin, azoti, oksigjeni, hekuri që janë thelbësore për jetën. Pa këtë shkatërim të dhunshëm, pa këtë vdekje kozmike, jeta siç e njohim nuk do të ishte e mundur. Atomet që përbëjnë trupin tuaj, ajri që merrni frym, uji që pini, të gjitha u krijuan në zemrat e yjeve që vdiqën miliarda vjet më parë. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjesh, një koleksion atomesh që kanë udhëtuar përmes kozmosit, që kanë qenë pjesë e yjeve, e planeteve, e qenieve të tjera, dhe tani janë bashkuar për të krijuar formën e përkohshme që ju quani unë. Çdo herë që shikoni lart në yje, po shikoni prindërit tuaj të largët, furat kozmike ku u krijuan elementet që ju përbëjnë. Kjo na sjell në pyetjen përfundimtare, nëse singulariteti është vendi ku gjithçka kthehet në unitetin e tij themelor, atëherë çfarë ndodh me vetdijen? A mund të mbijetoj vetdia në një vend ku nuk ka hapësirë, nuk ka kohë, nuk ka strukturë? Apo ajo shkrihet, si gjithçka tjetër, në atë pikë të pafundme? Shkenca nuk ka përgjigje për këtë pyetje, ende. Por filozofia, misticizmi, përvoja njerëzore sugjerojnë diçka interesante. Në momente të meditimit të thellë, njerëzit raportojnë një gjendje ku ndjenja e unë së zhduket, ku kufit midis vetdijes dhe universit zbehin.
Ata përshkruajnë këtë si një gjendje të unitetit absolut, të paqes absolute, jo si një humbje e vetdijes, por si një zgjerim i saj përtej çdo kufiri individual. Çdo herë që humbisni veten në një moment të bukur, në një perëndim dielli, në një copë muzike, në sytë e dikujt që doni, po përjetoni një shije të kësaj zgjerimi, të kësaj shkrirjeje së kufive. A është e mundur që singulariteti, ky vend i shkatërimit absolut, të jetë gjithashtu një vend i unitetit absolut? Që ajo që ne e perceptojmë si fund të jetë në të vërtetë një transformim në një gjendje ekzistence që ne nuk mund ta konceptojmë nga perspektiva jonë aktuale? Kjo nuk është shkencë, jo ende. Por është një pyetje që shkenca na fton ta bëjmë, një pyetje që lind nga vetë kufit e njohurive tona. Sepse çdo herë që shkenca arrin një kufi, çdo herë që matematika jon jep përgjigje të pafundme, çdo herë që teoritë tona bien në konflikt, ajo na tregon se ka diçka më të thellë, diçka që ne ende nuk e kuptojmë. Dhe në atë hapësirë të panjohur qëndron mundësia për zbulime që mund të ndryshojnë jo vetëm mënyrën se si e kuptojmë universin, por mënyrën se si e kuptojmë veten. Çdo herë që një fëmijë pyet pse dhe ju nuk keni përgjigje, po qëndroni në atë kufi, kufiri midis të njohurës dhe të panjohurës, vendi ku fillon zbulimi i vërtetë. Vrimat e zeza, pra, nuk janë thjesht objekte që shkatërrojnë materien, ato janë pasqyra ku universi shikon veten, ku realiteti eksploron kufit e vet, ku çdo pyetje që kemi bërë ndonjëherë për natyrën e ekzistencës gjen shprehjen e saj më ekstreme. Ato janë vende ku shkenca takon filozofin, ku njohuria takon misterin, ku e njohura takon të panjohurën. Dhe çdo vrimë e zezë, nga më e vogla deri te më e madhja, është një ftesë për të shkuar përtej sipërfaqes, për të kërkuar më thellë, për të pyetur jo vetëm si funksionon kjo, por çfarë do të thotë kjo. Kur shikoni lart në qiellin e natës dhe mendoni për vrimat e zeza që fshihen në errësirë, mos i mendoni si monstra kozmike që gëlltit gjithçka. Mendojini si porta drejt një kuptimi më të thellë të asaj që jeni, të asaj që është universi, të asaj që do të thotë të ekzistosh. Çdo herë që qëndroni në prag të një dere të mbyllur dhe pyesni veten çfarë ka përtej, po përjetoni këtë kuriozitet themelor, dëshirën për të ditur, për të kuptuar, për të shkuar përtej kufive të njohur. Sepse në fund, pyetja nuk është vetëm çfarë ndodh kur hyni në një vrim të zezë. Pyetja është, çfarë zbuloni për veten kur përballeni me këtë gjendje absolute, kur çdo mask, çdo identitet, çdo strukturë që keni ndërtuar rreth unës së suaj shkrihet dhe ju mbeteni me esencën e pastër të ekzistencës? A është kjo shkatërim? Apo është çlirim? A është fund? Apo është fillimi diçkaje që ne ende nuk kemi gjuhë për ta përshkruar? Çdo herë që qëndroni në prag të diçkaje të re, një punë e re, një marrëdhënie e re, një kapitull i ri i jetës, po përjetoni këtë pyetje në shkallë njerëzore. Fundi i diçkaje të vjetër, fillimi i diçkaje të panjohur. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është mësimi më i madh që vrimat e zeza na ofrojnë, se në çdo fund ka një fillim, se në çdo shkatërim ka një krijim, se në çdo singularitet ku gjithçka përfundon, ka edhe një pikë nga e cila gjithçka mund të fillojë përsëri. Universi nuk është një histori lineare me një fillim dhe një fund, ai është një cikël i pafundëm transformimesh, ku çdo fund është një fillim i maskuar. Çdo herë që shihni diellin që perëndon dhe e dini se do të lindë përsëri, po shihni këtë cikël, fundi që është gjithmonë një fillim i ri. A është kjo shkatërim? Apo është çlirim? Pyetja ngec në ajër si një tingull që nuk shuhet kurrë plotësisht. Dhe ndoshta kjo është pikërisht ajo që singulariteti na mëson, se disa pyetje nuk janë krijuar për t'u përgjigjur, por për t'u jetuar. Kujtoni se si filloi ky udhëtim, me një imazh të kohës që nuk ekziston, të një vendi ku çdo sekondë që njihni shkrihet në një pikë ku e kaluara dhe e ardhmja bëhen një. Tani, pas gjithë kësaj eksplorimi, pas gjithë këtyre zbulesave, kuptimi ynë ka ndryshuar. Ne nuk shohim më vrimën e zezë si një monster kozmik që gëlltit gjithçka. Ne e shohim atë si një mësues që na tregon se realiteti është shumë më i thellë, shumë më i çuditshëm, shumë më i bukur se çdo gjë që mund të kishim imagjinuar. Çdo herë që përballeni me diçka që nuk e kuptoni, një humbje, një ndryshim, një moment kur bota juaj duket se po shembet, po përjetoni një version mikro të asaj që ndodh në singularitet. Dhe në atë moment, ju keni një zgjedhje, të rezistoni shkatërimin apo të lejoni transformimin. Shkenca na ka çuar deri këtu, deri në prag të një misteri që ajo vetë nuk mund ta zgjidhë plotësisht. Ne kemi mësuar se hapësira mund të përkulet, se koha mund të ngadalësohet, se materia mund të shkrihet në energji.
Ne kemi zbuluar se universi nuk është një makinë e ngurtë që ndjek rrugë të paracaktuara, por një pëlhur e gjallë që gërshetohet vazhdimisht, që krijon forma të reja, që eksploron mundësi të reja. Por këtu, në zemër të singularitetit, shkenca arrin kufirin e saj dhe diçka tjetër fillon, jo mosnjoja, por një lloj tjetër njohje. Një njohje që nuk vjen nga ekuacionet, por nga vetë përvoja e të qenit pjesë e këtij universi të çuditshëm. Mendoni për një peshk që noton në oqean, ai nuk ka nevojë të kuptojë hidrodinamikën për të notuar. Ai thjesht është pjesë e ujit, lëviz me të, ekziston në harmoni me të. Ndoshta ne jemi si ai peshk, duke notuar në një oqean realiteti që është shumë më i madh se çdo teori që mund të ndërtojmë, duke përjetuar një unitet që intelekti ynë mund vetëm të prek, por kur të kap plotësisht. Çdo herë që humbisni veten në një moment të bukur, kur dëgjoni muzikë që ju lëviz deri në shpirt, kur shikoni një peizazh që ju merr frymën, kur përqafoni dikë që doni dhe kufit midis unë dhe ti duken të zbehin, po notoni në atë oqean, po përjetoni atë unitet që singulariteti shpreh në formën e tij më absolute. Dhe kjo na çon në pyetje që shkojnë përtej fizikës, përtej shkencës, në vetë zemrën e ekzistencës. Nëse singulariteti është vendi ku të gjitha dallimet shkrihen, ku unë dhe universi bëhen një, atëherë çfarë do të thotë kjo për natyrën e vetdijes? A është vetdia një produkt i rastësishëm i kompleksitetit biologjik, një dukuri që shfaqet kur neuronët organizohen në mënyra të caktuara? Apo është ajo diçka më themelore, një pronë e vetë universit që shfaqet në forma të ndryshme në nivele të ndryshme organizimi? Kur një vrim e zezë shkatëron strukturën e një objekti, a shkatëron ajo vetëm formën fizike, apo ka diçka që mbetet, një informacion, një model, një esencë që nuk mund të reduktohet në grimca dhe fusha? Çdo herë që kujtoni një moment nga e kaluara juaj, një fytyrë, një zë, një ndjenjë, po aksesoni informacion që nuk ekziston në asnjë vend specifik në trurin tuaj, por në modelin e lidhjeve, në rrjetin e marrëdhënieve midis neuroneve. Nëse ky informacion shkatërohet, a humbet ai vërtet? Apo transformohet në diçka tjetër, në një formë që ne ende nuk e kuptojmë? Kur dikush që doni vdes, ku shkon dashuria që ndjet për ta? A zhduket ajo, apo mbetet në mënyrë të koduar në kujtesën tuaj, në mënyrën se si jetoni, në ndikimin që ata kanë pasur në formimin e asaj që jeni bërë? Këto nuk janë pyetje retorike. Ato janë ftesa për të menduar përtej kategorive tona të zakonshme, për të imagjinuar mundësi që shkenca ende nuk ka mjetet për t'i eksploruar. Sepse nëse ka diçka që vrimat e zeza na kanë mësuar, është kjo, universi është gjithmonë më i çuditshëm se sa presim. Çdo herë që kemi menduar se kemi arritur kufit e të kuptuarit, universi na ka treguar një nivel tjetër realiteti, një shtresë tjetër misteri. Nga atomet të grimcat subatomike, nga grimcat të fushat kuantike, nga fushat të çfarë? Çfarë qëndron përtej fushave kuantike? Çfarë është substanca më themelore e realitetit? A ka fare një substancë, apo është gjithçka thjesht marrëdhënie, modele, informacion që organizohet në mënyra gjithnjë më komplekse? Dhe nëse realiteti është thjesht informacion, modele që organizohen dhe riorganizohen, atëherë singulariteti nuk është një vend ku informacioni shkatërohet, por një vend ku ai transformohet në formën e tij më të thjeshtë, më të pastër. Imagjinoni një libër të shkruar në një gjuhë të huaj. Për dikë që nuk e njeh gjuhën, fjalët janë pa kuptim, thjesht simbole në një faqe. Por për dikë që e njeh gjuhën, ato simbole shndërrohen në ide, në histori, në botë të tëra kuptimi. Ndoshta singulariteti është si një tekst i shkruar në një gjuhë që ne ende nuk e kemi mësuar, një gjuhë që flet jo me fjalë, por me vetë strukturën e ekzistencës. Çdo herë që mësoni një gjuhë të re, bota juaj zgjerohet, ju mund të komunikoni me njerëz që më parë ishin të parritshëm, të lexoni tekste që më parë ishin të pakuptueshme, të kuptoni nuanca që më parë ishin të padukshme. Ndoshta të kuptuarit e singularitetit kërkon një lloj tjetër gjuhe, një mënyrë tjetër të menduarit që ne ende nuk e kemi zhvilluar. Jo një gjuhë e fjalëve, por një gjuhë e përvojës, e intuicionit, e unitetit që shkon përtej ndarjes midis subjektit dhe objektit. Por ndërsa qëndrojmë në prag të këtij misteri, ka një të vërtetë që nuk mund ta shpërfillim, ne jemi pjesë e këtij universi. Çdo atom në trupin ton u krijua në zemrën e një ylli. Çdo mendim në mendjen ton është një model i energjisë që rrjedh përmes neuroneve. Çdo ndjenjë që përjetojmë është një mënyrë që universi përjeton veten përmes nesh. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm që studiojnë një objekt të huaj. Ne jemi universi që është bërë i vetëdijshëm për veten, që po eksploron natyrën e tij përmes këtyre formave të përkohshme që quajmë qenie njerëzore.
Dhe kjo na jep një perspektivë të re për vrimat e zeza, për singularitetet, për të gjitha fenomenet ekstreme që kemi eksploruar. Ato nuk janë kërcënime për ekzistencën tonë, ato janë pjesë e procesit përmes të cilit universi krijon, shkatëron dhe rikrijon veten vazhdimisht. Çdo herë që merrni një frymë të thellë dhe ndjeni ajrin që hyn në mushkëritë tuaja, po përjetoni një cikël krijimi dhe shkatërimi, oksigjeni që absorbohet, karboni që çlirohet, energjia që transformohet. Jeta juaj është një vrim e zezë në miniaturë, një proces i vazhdueshëm thithje dhe transformimi, ku gjithçka që hyn ndryshon formë dhe bëhet pjesë e diçkaje të re. Dhe kjo na sjell në një realizim që është njëkohësisht i thjeshtë dhe i thellë, se bukuria e universit nuk qëndron në qëndrueshmërinë e tij, por në transformimin e tij. Çdo gjë që ekziston është e përkohshme, yjet lindin dhe vdesin, galaksit formohen dhe shpërndahen, madje vetë hapësira dhe koha mund të kenë pasur një fillim dhe mund të kenë një fund. Por në këtë përkohshmëri ka një lloj përjetësie, jo përjetësia e një objekti që mbetet i pandryshuar, por përjetësia e një procesi që vazhdon përgjithmonë. Materia bëhet energji, energjia bëhet materie. Jeta bëhet vdekje, vdekja bëhet jetë. Rendi bëhet kaos, kaosi bëhet rend. Dhe në qendër të gjitha këtyre transformimeve qëndrojnë vrimat e zeza, porta ku një formë ekzistence përfundon dhe një tjetër fillon, ku e njohura zhduket dhe e panjohura shfaqet. Çdo herë që përjetoni një ndryshim të madh në jetën tuaj, një lindje, një vdekje, një fillim i ri, një fund i dhimbshëm, po kaloni përmes horizontit tuaj personal të ngjarjeve, duke lënë pas një version të vetes dhe duke hyrë në një tjetër. Dhe në atë moment, ju jeni njëkohësisht shkatëruesi dhe krijuesi, fundi dhe fillimi. Kur një fëmijë lind, prindërit nuk janë më ata që ishin, ata transformohen në diçka të re, duke marrë përsipër një rol që i ndryshon përgjithmonë. Kjo është mësimi përfundimtar i vrimave të zeza, se shkatërimi dhe krijimi nuk janë të kundërta, por dy fytyra të së njëjtës procesi. Se fundi nuk është një tragjedi, por një transformim. Se humbja e formës nuk do të thotë humbje e esencës. Dhe se në momentin kur gjithçka që mendonim se ishim shkrihet në atë pikë të pafundme, ndoshta zbulojmë se kur nuk kemi qenë ajo formë e kufizuar, ne kemi qenë gjithmonë pjesë e diçkaje shumë më të madhe, shumë më të thellë, shumë më të mrekullueshme. Singulariteti nuk është fundi i udhëtimit. Ai është vendi ku udhëtimi zbulon natyrën e tij të vërtetë, jo një lëvizje nga një pikë në një tjetër, por një zbulim i vazhdueshëm se çdo pikë përmban të gjitha pikat, se çdo moment përmban të gjithë kohën, se çdo qenie përmban të gjithë universin. Kur shikoni në sytë e një fëmije dhe shihni mrekullinë e tyre të pastër përpara botës, po shihni universin që shikon veten me sy të rinj, që zbulon veten përsëri për herë të parë. A mund ta provoj shkenca këtë? Jo me mjetet që ka sot. Por a e mohon shkenca këtë? Jo, sepse shkenca ka mësuar të jetë e përulur përpara misterit, të pranoj se ka pyetje që shkojnë përtej metodave të saj, që kërkojnë mënyra të tjera të kuptuarit. Dhe ndoshta kjo është dhurata më e madhe që vrimat e zeza na japin, jo përgjigje, por pyetje më të mira. Jo siguri, por mrekulli. Jo fundi misterit, por thellim i tij. Sepse çdo përgjigje që shkenca jep hap një derë të re e pyetjesh, çdo zbulim zbulon një nivel tjetër të panjohur. Dhe në këtë proces të pafundëm kërkimi, ne nuk po humbasim diçka, ne po gjejmë diçka. Ne po gjejmë se të qenit njeri do të thotë të jesh një qenie që pyet, që kërkon, që mrekullohet. Çdo herë që një fëmijë pyet pse, për herë të 100, ai po shpreh një impuls themelor të qenies njerëzore, dëshirën për të kuptuar, për të lidhur, për të gjetur kuptim në këtë univers të pafundëm dhe të çuditshëm. Dhe kështu qëndrojmë këtu, në fund të këtij udhëtimi, duke kuptuar se nuk ka fund të vërtetë. Ka vetëm transformime, kalime, horizonte të reja që shfaqen çdo herë që mendojmë se kemi arritur kufirin. Vrimat e zeza nuk janë monstra që duhen frikësuar. Ato janë mësues që duhen dëgjuar. Ato na tregojnë se universi është më i madh se çdo teori, më i thellë se çdo ekuacion, më i bukur se çdo përshkrim. Ato na ftojnë të lëmë pasigurinë e të njohurës dhe të hymë në misterin e të panjohurës, jo me frikë, por me kuriozitet, me mrekulli, me një ndjenjë thellë se në atë mister qëndron diçka thelbësore për natyrën tonë. Sepse ne nuk jemi qenie që kanë nevojë për përgjigje të plota. Ne jemi qenie që kanë nevojë për pyetje të mira, për mistera që na ftojnë të shkojmë më thellë, për horizonte që na thërrasin të eksplorojmë më tej. Kështu që kur shikoni lart në qiellin e natës dhe mendoni për ato vende të errëta ku drita nuk mund të shpëtojë, mos I mendoni si vende të frikshme.
Mendojini si kujtesa se realiteti është gjithmonë më i madh se sa mund ta përfshijmë, se misteri nuk është një mangësi e njohurive tona, por një cilësi e vetë universit. Dhe në atë mister, në atë errësirë që nuk mund të depërtojmë plotësisht, qëndron një lloj drite, jo drita që shkatëron errësirën, por drita që zbulon se errësira vetë është e bukur, e thellë, e mbushur me mundësi që ne ende nuk i kemi imagjinuar. Çdo natë kur mbyllni sytë dhe bini në gjumë, po kaloni përmes horizontit tuaj personal, duke lënë pas botën e zgjuar dhe duke hyrë në botën e ëndrave, ku ligjet e zakonshme nuk vlejnë më, ku koha dhe hapësira sjellin ndryshe, ku ju bëheni diçka tjetër. Dhe çdo mëngjes kur zgjoheni, po ktheheni, por jo i njëjti, sepse gjumi ju ka transformuar, ju ka rinovuar, ju ka dhënë një fillim të ri. Kjo është dhurata e singularitetit, jo shkatërimi, por rinovimi. Jo fundi, por fillimi i diçkaje që ne ende nuk kemi fjalë për ta emëruar. Dhe ndërsa vazhdojmë të jetojmë, të kërkojmë, të pyesim, ne mbajmë me vete këtë mësim, se çdo fund është një fillim, se çdo humbje është një transformim, se çdo moment kur gjithçka duket se po shembet është një moment kur diçka e re po lind. Universi nuk po vdes, ai po rilindet vazhdimisht, në çdo moment, në çdo vend, përmes çdo qenieje që ka guximin të përballojë misterin dhe të thotë, po, unë nuk e di. Por unë dua të zbuloj. Dhe në atë pranimin e të panjohurës qëndron gjithçka që na bën njerëz, kurioziteti ynë, guximi ynë, dashuria jon për këtë univers të çuditshëm dhe të mrekullueshëm që na ka dhënë jetën, vetdijen dhe mundësinë të pyesim pse. Kështu që le të qëndrojmë në prag të këtij misteri, jo me frikë, por me mrekulli. Jo me dëshirën për ta zgjidhur, por me dëshirën për ta jetuar. Sepse në fund, pyetja nuk është çfarë ndodh në zemër të një vrime të zezë. Pyetja është çfarë ndodh në zemrën tonë kur përballemi me të panjohurën absolute, a mbyllemi apo hapemi? A tkurremi apo zgjerohemi? A humbasim shpresën apo gjejmë një lloj tjetër shprese, shpresën që vjen jo nga siguria, por nga vetë misteri, nga bukuria e të mosditurës, nga gëzimi i zbulimit të pafundëm? Çdo herë që zgjeroni duart dhe përqafoni dikë që doni, po shprehni këtë të vërtetë, se jeta nuk është për t'u mbrojtur nga transformimi, por për t'u hapur ndaj tij, për ta përqafuar atë, për ta lejuar atë të na bëjë diçka më të madhe se ajo që ishim. Dhe në atë përqafim qëndron sekreti i vrimave të zeza, sekreti i singularitetit, sekreti i vetë universit, se dashuria, në fund, është forca më e fuqishme, sepse ajo është e vetmja forcë që nuk friksohet nga transformimi, që nuk reziston shkrirjen e kufive, që guxon të thotë, le të bëhemi një. Dhe kështu, në këtë moment, në këtë hapësirë midis pyetjes dhe përgjigjes, midis të njohurës dhe të panjohurës, ne gjejmë vendin tonë, jo si zotërues të universit, por si pjesëmarrës në misterin e tij, si bashkëkrijues në transformimin e tij të pafundëm. Vrimat e zeza nuk janë armiq. Ato janë shok udhëtimi, duke na kujtuar se çdo udhëtim ka horizonte që nuk mund t'i shohim ende, se çdo horizont që kalojmë zbulon një peizazh të ri, dhe se bukuria e udhëtimit nuk qëndron në destinacionin final, por në vetë aktin e udhëtimit, në guximin për të vazhduar, në mrekullimin që rinovohet me çdo hap. Dhe ndërsa ecim përpara, ne mbajmë me vete këtë dritë, jo dritën që shkatëron errësirën, por dritën që na lejon ta shohim errësirën si ajo që është, jo një mungesë, por një prani, jo një zbrazëti, por një plotësi që pret të zbulohet, një mister që na fton të bëhemi më të plot, më të thellë, më të gjallë.